Përshëndetje, ju njohim me shtypin e ditës për këtë të hëndat 20 tetor. Gazeta Panorama hapet me lajmin: tragjedi në Maliq, zjarri djeg shtëpinë, humbin jetën nëna dhe djali 14 vjeçar. Du të bëj kallëzim për manipulim provash, akuzoi prokurori në sallën e gjyqit, arrestohet avokatin Elbasan, avokatët bojkot gjyqeve. Kodi penal me pasoja të rënda duhet ribërë, thirrja e gjyqtarit Kalaja për deputetët mos e votoni. Trashëgimtarët lista e re me mbi 14.000 përfitues. Tenderat në gjyq 20 zyrtar, KLSH shkeljet në vlerë 525 milion lek. Shqipëria ime, imazhet e rralla të panjohura të antropologut zvicerian, nga Luan Rama. Në gazetën Dita mund të lexoni fjala që u bë dhe ekskluzive nga Përparim Kabo. Vitet ikin, por poeti kombëtar është fryma jon, sot 125 vjetori i vdekjes së Naim Frashërit, heshtja e pafalshme institucionale dhe një analizë që nuk duhet humbur për të djeshmen dhe të sotmen e Adheut si ylli polar. Ikja e parakohshme e Janush Bukajskit, një mik më pak i interesave shqiptare në rajon. Sulmi ndaj bashkëpunëtorëve të sigurimit të shtetit, rasti IM dhe Nasho Jorgaçi. Nga rubrika e shëndetit mund të lexoni çfarë duhet të dim për Hashimoton. Sa mjalt mund të ham në një ditë. Gazeta Telegraf hapet me lajmin: Olaf 112 milion euro të bllokuara nga KE hetoni penalisht abuzuesit. Prokuroria Elbasanit si hetuesi e Partisë së Punës, avokatët bojkotojnë gjyqet për një javë. 545.000 shqiptar në prag varfëria, oligarkët e pronarët rrëmbejnë tokat pa tapi në shitje me 1 euro. Ja skema. Alarmi nga PPP-t e Vlorës. Aeroporti Vlorës do ushqitej rusëve, si u përgatit rrëmbimi i aeroportit dhe cënimi i sigurisë kombëtare. Në Panorama Sport mund të lexoni: Hoxha lojtari i muajit, 6 legionar gola në fundjavë, Partizani ngjallet në Vlorë, flamurtari akuzon arbitrat. Elbasani del kalp, Vora bën surprizën. Vllaznia në krye të renditjes e nderon autogoli. Teuta e pamposhtur, Tirana shpëton prej tafasit. Kaplana i skenari i Jarecit, gjyqtar Kukulla. Milani në maj Falaos, Juvja gabon ndaj Komos. United surprizon Liverpoolin, Arsenali në krye. Reali kërkon Getafen, Barça triumfe ndëshkime. Bayerni likuidon Borussian dhe nis shkëputjen. Verstappen i pakapshëm në Austin, Norris fiton betejën me Piastrin.